Profesor Naimi, përshëndetje, faleminderit që pranuat intervistën, fillimisht gëzuar ditën e verës. Përshëndetje, gëzuar dhe juve, një verë mbarë edhe për ju. Atëre, kjo ditë simbolizon fillimin e Istine plot ngjyra, lule, gëzim, po si janë traditat tuaja të hershme, që kur i fillon ju si Elbasanli përgatitjet, le të them? Atëre, përgatitjet kanë gati 3-4 ditë që kanë filluar, por sot ne mund të quajmë që është dita e fundit e dimrit dhe dita e parë e pranverës. Dhe urimin që të bëmë bashkë ne të thash që një verë të mbarë, pra të një sezon i ri, në prodhimesh histori e prodhimit gjitha këto. Kuptoj. Para se të futemi te fusha juaj si shefi kulinaris, si mjeshtri kulinaris, më sakt, le të flasim pak për rritet në familjen tuaj, për zakonet, si e festonit ju dikur, le të kthehemi pak në nostalgji. Unë vje keq që shumë rrite po humbasim, sidomos të restorantet na kanë bërë pak dëmela në familje dhe gjithë njerëzit dhe është diçka që po humbasin shumë të rritet. Por fillimisht do të ishim vjes, do të shpërndar fëmijët në ato sportat, do të shpërndar shpërndarje që bëhet ballokumeve që do të ishin shpërndar ballokumet që dje do të kishin mbaruar gjithë pjesa e ballokumeve shpërndar për familje për këto. Është një ndër festat më të bukura që ka pas Elbasani, po vazhdon të jetë. Pavarësisht se disa klana kanë humbur. Pra, gjitha këto sportat apo ballokumet shpërndaheshin një ditë para, është tradita. Po shpërndahen dhe sot vjen 200 fëmijë nëpër portat, që shkonin në çdo port familjes. Ju personalisht, çfarë kujtoni nga nostalgjia atyre viteve kur ju ishit fëmijë, si thua, në familjen tuaj? Po ishte na ishim diçka, sepse ishte një kohë shumë e varfër në atë kohë dhe kur merrshim një pallfiko apo një ballokum me kjo familje tjetër, ndoshta ju jeni të vëllë dhe nuk e marrin mend gjithë kohën e komunizmit dhe fugaratit ku që ishte edhe njerëzit. Por Elbasani paktën atë ditë e bënte një ndër festat më të mëdha që ishte, pavarësisht se ishte festë kështu kombëtare që ta festonin të gjithë, por për çdo familje u festonte në shtëpia vetë 13 darkë dhe 14 në ditë, në drekë që ishte. Sot kanë dalë to restorantet, por më para 14 drekë i kishe djetë nëpër ose në Kras, ose në Krap, ose ke ulliri që i thonë disa pika që i dilshin Bysheku, prap ka qenë 2 pikat që u prisën me padurim atite me dalur në një piknik me familjen dhe për dalë për festuar ditën e verës. Pra, Ato pak gjana që kishin, merrshin gjithë me vete dhe dilshin jashtë. Pra, kjo ishte dalja simbolizonte erën e verës, dilshin gjithë njerëzit dhe drekonin jashtë. Pra, ishin më të varfër, po festoni më shumë, apo jo? Ishin më të lumtur. Kishin ndoshta nga që s'kishin njerëzit dhe ishte festë e madhe atë ditë. Kuptoj. Po sot si ka ndryshuar atmosfera? Dhe ta nisin qyshke lënda e parë që ka humbur. Pra, në një restorant, ose themi tash i ballokumja nuk është më shija apo kjo, por qyshke ballokumja kemi atë pjesën që gjalpi nuk është më gjalpi, nuk është mielli misit, nuk është sheqeri, pra sheqeri që përdoren pra kemi shumë ndryshime ke lëndët e para. Tjetra pasaj ose që njerëzit janë bërë pak temela, ose nuk e di se mund të jap një shpjegim, por shumë pak e festojnë nëpër familjet. Edhe e kanë marrë atë hajse do shkojmë në restorant, mund vishti mysafirë që unë sot dhe unë them hajse po shkojmë në restorant. Kurse më parë ishin ato pak gjana që kishin, i merrshin bashkë se merrte sikur familjet merren vetat dhe dilshin e uçin gjithë në një piknik. Pra, nuk ishte problem se ja ardhë ti ke unë dhe unë do të përgatisja për të ushqime. Jo, ti kishe ato tuja, të fëmijat dhe ishim gjithë në një tryez apo në një vend në shtopë që ushqim atë. Kuptoj. Ju thatë që përbërësit e ballokumes që është edhe, si të thuash, shenja e gjithë festës së verës, ka ndryshuar. Ju personalisht... Ka ndryshuar gjitha, sepse milli misit për shembull nuk është më ai milli misit. Që dalë ballokumet tam, ajo ballokumin që mendoj ne duhet të jetë të pluar me mullim me gur, me ujë, pra që të ketë mos të dilë sa do një korrenti e tjek pak atë majane, nisi nuk është maja fara e nisit, pra janë shumë detaje që kanë ndryshuar,
shija e dikushme me shijen e sotme. Ju personalisht si mjeshtër i kulinarisë, e ndiqni traditën e ballokumes në mënyrën e vjetër si janë ballokumet tuaja? Dua të di recetën e ballokumeve të shef Naimit. Atëherë, unë edhe faktën ato që kemi bërë për shtëpi, i kam bërë tamam siç është për të bërë. Kamenën e bakut timen, ne dëgjojmë shumë që themi 500 gram gjallë apo 7 kokra ves, nuk vetëm ballokumja nuk ka recetë. To janë disi japin një këtë të recetën, nuk ka recetë ballokumja. Gjalpi varet se si është larja e gjalpit. Vezët tani më themi që kemi vezët gjitha me gramatura tuk e marrë, por më para për shembull vezët ishte një vezë më vogël, një vezë më malle. Pra nuk ishin që se themi që kemi recetë 7 vezë. Por nuk është 7 vezë, sepse mund të jetë 9 vezë, po t'jenë vezë të vogla. Prandaj që kjo recetë për mua që jepet nëpër televizonet apo që japin gjitha për mua nuk është receta reale. E kuptoj. Çfarë ofron? Sepse shivet me lagështirë, pra brumi i ballokumit shikohet nga lagështira që ka brumi. Kuptoj. Po sa i takon riteve të tjera, unë shoh për shembull që ju e keni vendosur veroren. Këto i ndiqni që të gjitha ritet po pak në 10 vjeçarën e fundit kanë filluar dhe jetë përsëri të gjitha. Përveç unë thash pak më parë, përveç pjesës që u dalin dhe vende për restorante, festone për restorante, pjesa tjetër pak a shumë është të gjithë familjarët po i zbatojnë ato ritet. Janë disa gjëra të vogla, për shembull dalja fëmijëve të njerëz që nuk bëhet, apo edhe kjo restorante, shumë pak gjëra të vogla janë që nuk arrin të realizohen. Gjitha gatimet tradicionale të Elbasanit me kemi sot. Tek restoranti kene sot, për shembull, gjenden gjitha gatimet tradicionale. Gjendim në kalestrenat, sepse është dita e fundit ku mund të themi që përdoren të kalestrenat. Mund të jesh miqni që gjithë në saç, kalestrenat me përshesh, me pilaf. Pra kemi sot ne nuk kemi asnjë gjë tjetër veç gatimet tradicionale të Elbasanit. E kuptoj, vetëm gatime tradicionale. Sot vetëm këto kemi, menuj të reduktuar vetëm me gatimet tradicionale. Arsyeja pse jemi ke kjo, është sepse sot ka shumë njerëz që kanë ardhur nga rreth të tjera. Pra keni vizitor. Ne jemi përgatitur, komplet si staf, për të prezantuar me gatimet tradicionale të Elbasanit. Sepse sot kemi shumë njerëz nga rreth. Kush është, si thua, pjata mbretëreshe kësaj dite, juaj, edhe specialiteti juaj që do i ofroni, që kur të vinë vizitorët do të çuditen, jo vetëm nga Elbasani, nga Tirana dhe nga të gjithë rrethet. Po, besoj që këtë janë do kemi shumë. Unë jam munduar shumë sot me to tavat e Elbasanit, që kemi, inshallah do arrit ta përballojmë. Dhe këto janë pjesë më shumë që ne duhet asaj. Nuk jemi të ndarë, në fjalë këtu të jetë pjata më ato, sepse në shumë raste do jetë dëshira e klientëve. Ne kemi bërë 6 artikuj të ndryshëm, 6 receta të ndryshme, që do janë ke mishat, 2 janë të saçit, janë kalestrenat tradicionale të Elbasanit. Edhe këto me fjalë kemi, nuk kemi munduar shumë fërkesa Elbasanit që është më shumë sot, që gjithë njerëzit e kanë nëpër tavolinat, edhe e kërkojnë. Sa i takon prenotimeve, mjeshtër, a i keni mbushur? Si paraqitet gjendja? Po ta them se që salla brenda dhe jashtë, ne s'kemi vende, mund të jenë vetëm një pjesë pasoj që është lart pak muzikës, që është vende bosh, pjesa tjetër është e prenotuar. Pra nuk është se ka ndikuar prishja rrugëve, flas për aksin lindor gjithmonë. Jo, se ne na kanë ardhur çift mbram njerëzit. I kanë marrë masat. Shef Naimi, unë ju uroj një verë të gëzuar, e di që sot ju pret një angazhim shumë i madh, kështu që po ju lë të lirë. Ju vi senje marrë dhe për juve. Faleminderit për kohën tuaj, mirupafshim. Faleminderit juve.